Pjesa 3 fillon me mua që po mbaroj 2 valigjet e fundit, se një e kam bërë, edhe pastaj që do bëjmë gati sepse sonte jemi me shoqen time të ngushtë për pica. Anal, të marr valigjen tjetër apo të marr? Fuzën po të kjo marrja. Kushërimi është organizuesja, por nuk do dalin kamera. Me goxha durim për zgjodha që ju? Footwear, pucë, taka, çizme, balerina. Kam hedhë shumë, por dhe atleta. Atletet çuditërisht kam mbajtur vetëm 2 palë, se të tjerat s'po i doja më. Do përpiqem të fut gjitha këtu, të shohim. Okej, njerëz. Këtu nuk futa pucët sepse nuk më nxinte çizmet, domethënë nuk më zinte çizmet, po agjonoj vlogun. Kështu që futa në një anë këpucë, në një anë çizme. Që ka vesti unë masi. Edhe të shojmë te valigjet e tjera, t'ja tregoj që janë gati. Edhe më ka ngelur një valigje e madhe, më e madhe domethënë, edhe një tjetër. Ajo është më e madhe se kjo? Që të vitaja, ku të ngrije gjithë të të. Dhe më ka ngelur dhe valigja e fundit, në cilën do futem make-up, kremra. Sa fusani që më ka ngelur dhe pjesa tjetër e çizmeve gjata, çizmeve shkurtra. Dhe gjithashtu 2 gjupa dhe një pato. Mund t'ja bëj, mund t'ja dal. Erdhën pizzat për sonte. Zi po presti ham. Kam shumë ri, por duhet presim akoma shoqen time, e cila ka sjell dhe një ëmbëlsirë, ka bërë tiramisu, por pa alkool. Kështu që, zi po presti ta, kaloj një mbrëmje të këndshme, arbërin do e mbaj kunatim. Kështu që do jetë si old good times. Kushërejme dhe shoqja ime ngushtë një jem, kemi dalë disa herë sepse kushërejme ka ardhur këtu, kështu që do jetë një girls night shumë interesante, me zi po e pres. Edhe nesër pastaj kam drekën familjen dhe gjithashtu për të bërë valigjen e fundit për gjërat përfundimtare që shpresoj t'i mbyll. Dhe nëse shkon çdo gjë sipas planit, mbas dite mund të shkojmë në plazh, por nuk e di. Dhe pastaj ka ngelur vetëm 4 ditë. Sa po iku shoqja ime. Është përshëndetje e parë. Minus 4 ditë. Ne tani do ikim se kemi drek familjare. Super casual, pa make-up, në fustan veror, sepse është jashtëzakonisht shumë vap. Edhe do bëjmë valizën e fundit që më ka ngel, siç e thash, çizme, kremra, xhupa palto. Do marr nga një qese tjetër nga ato sotovoto, po më dhaja, sepse më shërbyen shumë. Edhe jam shumë e qetë. Ndi pak këngë, po ja them juve. Ndi pak këngë, themi drejtën, pak kështu. I tash dhe shoqës time ngushtë, se me atë qava, personi parë që po takoj, që s'do e shoh më këto 3-4 ditë. Edhe pak këngë. Ndjej, por nuk e jap vetë gjithsesi. Njerëz këto që se marrun. Kjo poshtë është më e madhe se këto për masat. Kjo tjetra është një silikon. Për masat janë këto. Realisht nuk e mendova, por më bëjnë shumë punë. Shumë të mira. Më luan goxha hapësirë. Kështu që i super rekomandoj. Kunati im on duty. Përgatitur zgarën. I bindoj që s'do dalë. Dreka familjare mbaroi, po emocionova pak. Më ngushën si të melot, po nuk java. Ja kalon shumë mirë, ushqimi ishte më mrekullueshëm, kishte bërë mami dhe kupatim. Dhe mbas dreke përfunduam gjithë valigjet e mia, gjithë gjërat janë në rregull. Njerëz mbaruan. U detyrova të shtoj një valigje. Janë 1, 2, 3, 4, 5. Çanta në këtë do iki dhe këtë që kam dorë backpack-un këtu. Nuk doja kisha dalë dhe të kur pa kushërën time, nuk e di dhe më thënë. Njerëz, sa dhe ajo dhen janë 30 vite gjëra, kështu që shumë gjëra janë kujtim. Nuk e di, o zot. Mos më thonë gjë. Pak të mbyllën. Hey njerëz, -3. Update i ditës sotme, sot nuk kemi bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Kemi ndihmuar Julian të rregullojë gjithë
gjërat e veta dhe të arbërit nga pranveror, vjeshtor në verë, sepse erdhi vera në mënyrë të papritur dhe ti që nuk po e përballojnë dot. E pastaj dolëm, shkuam në Tikëtash, një dyqan. Blem 2 gjëra, lodra për arbërin, gjëra që duheshin më shumë ti për arbërin, edhe kaq, lojit e tërë jo. Bleva një kështu deodorant për divanet për mamin, edhe kaq. Vajtëm pak nga shtëpia për ndërrit, ndërsa tani Gjulja po bën darkën, po bën lasagna, po e ndihmon kushëria ime, ndërsa nesër do jetë ditë intensive. Kuzhinierja sonte po bën lasagna. Në mënyrën e saj, Gjulja bën lasagna shumë mirë. E vërteton? Shumë. Më pyeti Kunati sot si ndjehesh? Thash tani më duket se janë 3 ditë. Tani po më godet akoma më shumë, më thënë ka momente ku më thjesht janë gjithë njerëzit aty dhe më ndjej sikur ke parasysh më mbushën syt me lot, edhe dreka familjare kur gëzuar theme, gjithorime që po mbanin, isha zot, domethënë u mbusha, edhe më kuptuan faktikisht e kthyen me shaka dhe ashtu që mos qaja, dhe po domethënë më shumë po kalon ditët, më shumë po afrohet dita dhe më shumë jam me emocionuar në sensin si do jetë, si do shkoja, do të përballoj, domethënë është fundja është çdo gjë e re, fillimi i ri, gjua e re, 3 ditë të reja, kulturë e re, ushqim i ri, minus familjen time, thonë se isha bashkë me njerëzit e mi, besoj çdo njeri do e përjetonte vetë, mendoj se gjithë do e përjetonte ndryshe, mendoj se gjithë shqiptarët, ne jemi popull që migrojmë, ne jemi popull që e dim distancën, dhe mendoj se gjithë shqiptarët identifikohen me këtë gjë. Mua thjesht më erdhi vonë në vite, sepse unë kam imigruar nga Shqipëria që kur kam qenë shumë e vogël, po kam pasur familjen me vete, kupton, dhe nuk e ndjej. Plus Keli vinte shumë shpesh edhe në fabrikë, nga që kam pas gjithmonë mendje që do ikja, dhe në momentin që erdhi, domethënë që nga nëntori që prapse e dia dhe thoya ok, ka kohë, dhe tani që po afrohet sikur po më gëdet si tallë, që e shef nga larg, po tani më fund po të vjen këtu afër, nuk jam gati. Por unë po piqem tjetë, domethënë unë nuk e tregoj fare emocionet në sytë të njerëzve, jam shumë e qeshur, shumë chill, bëj shaka, batuta. Nesër është festa kushërirës dhe do e shijoj maksimum, dua të unifimoj shumë njerëzit, domethënë bëj foto, bëj video të cute që ti ke parasysh që ato muajt e para mos të ndjen shumë vetëm. Nuk e di, besoj se e kam bërë të gjithë në një pikë. Pas darkë Roni na ftoi për një akullore, ëndër akullore, unë me kushërinë tim këtu, krahmeja. Dhe tani po i çoj dhe Gjuliës me narkotin. Dhe këtë pjesë këtu mund të kuptoni që jam në shtëpinë e Gjulit, sepse sonte do bëjmë gati për festën e kushërirës për 18 dhjetorin. Dhe mendoj që kam thënë, po këtë javë në fundit time jam këtu te shtëpia e Gjulit sepse ka ardhur kushërira dhe të kalojmë sa më shumë kohë së bashku me arbër. Por njerëz është shumë vap. Nuk keni ide ti që nuk dalim dot jashtë sot, kishim shumë punë jashtë dhe ti që është të blokohet në gjithë lëkurë, është të imase shumë vabë. Nuk e di, edhe më fola në telefon me Kelin, me burrin në Angli, ishte me qupë. është ftohtë, tha frynera, nuk e di. Unë nuk e dua hapën, por tani në momentin që jam duke e humbur verën ideale, verën europiane që gjithë kërkojnë, është shumë vabë. Shumë vabë dhe jemi thjesht në fillim të qershorit, jam në parë të qershorit. Por të shkoj në një vend ku vapa është kur del dielli ta kapim, mos ta lëm të ikë. Një nga gjërat që nuk mendoja që do më mungonin, por që tani po ja ndjej mungesën diçka është dualistës. Minus 2 ditë nga ikja ime në Angli dhe jam të ditëlindja kushërirës. Njerëz është shumë bukur. Gjulja aty, këtu, në mom duties. Po vë arbërin në qumë. Shumë vap, por po kënaqemi. Shoh dhe një spesh përshëndetje për veten time. Si ndjehesh në një party? Shumë mirë. Shumë mirë ndjehem. Kemi kërcy shumë, e mora me shpejt. Kemi pak kështu se normalisht çuni muzika shumë e lartë edhe çuni nuk është mësuar me volum kaq të lartë, por e do me volume. Zonja këtu ka shkëlqyer. Ndodhi njerëz, erdhi dita ime e fundit. Unë e sërnisëm.
I bëra gjitha gjërat që kisha për të bërë, për të ngati, kryesore domethënë. Zot, kisha po vija nga shtëpia Xhuliet te shtëpia prindërve, sepse siç u kam thënë javën e fundit kam dhënë tek shtëpia e Xhulies, pikërisht për arbërin, për koshuriren, për Xhulien, edhe ndenja aty javën e fundit, edhe sonte natën e fundit do rri qendroj në shtëpi, sepse do më shkoj babi në aeroport. Edhe duke ardhur më pak se 10 minuta në kam, dhe i betohem po më vinte për të qarë rrugës. E di që jam shumë dakord, e kam thënë dhe vetë, është 2 hapa praktikisht me avion, për 2 orë këtu, ka oferta shumë, por nuk është e njëjta gjë, kupton? Domethënë nuk është e njëjta gjë sepse ndryshon komplet rutina, ndryshon komplet jeta. Nuk do të kesh më këto njerëz 24 orë në shtat me ty. Nuk do jesh më pjesë e rutinës, me shumë mundësi duke krijuar dhe unë familjen time në shumë, në shumë evente që ndoshta mund të duken pak jo aq të rëndësishme, por nuk do jem kur kam qenë e përfshirë në 32 vitet e jetës time, specifikisht në 10 vjeçarin e fundit, ku jeta ime, motrës time, prindërve të mi ndryshoi drastikisht dhe kemi qenë gjithmonë aty për njëri tjetrin. Xhulia është transferuar nga shtëpia, Ronaldo është transferuar nga shtëpia, unë kam qenë gjithmonë ajo që shkoja atje dhe gjendesha. Dhe nuk kam ndaluar asnjëherë, domethënë që në pjesë, prania ime nuk ka qenë asnjëherë munguese në jetën e tyre dhe ata në time, sepse pikërisht nga që kam qenë vetëm, le të themi, kjo e distancës prandaj po them ka qenë dhe thik me 2 presa, sepse ka qenë bekim për mua të qëndroja, të jem mirënjohëse për të thënë që kam qëndruar kaq afër familjes time, prindërve të mi. Unë kam kaluar që nga momenti që kam lindur deri në vitin e 32 e kaluar të jetës me ta, dhe ka shumë njerëz që janë larguar nga shtëpia që 17 vjeç, që 18 vjeç, 20, 25, dhe unë jam shumë falendëruese për këtë gjë, edhe fakti që kam qëndruar në ndër etapat më të rëndësishme të motrës së vllajt tim. Dhe tani më duket sikur nuk e di. E them gjithmonë me shaka, sot domethënë nga nesër do e filloj jetën e martuar, por ashtu është, duhet të shkëputem nga familja për të nisur jetën time dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. E di që ata janë të lumtur për mua dhe më lënë të iki pa merakje, pa komplekse, pa shqetësime, sepse jam në duar të sigurta kur i thonë. Por po, jam e dallë, jam e momente, sot njërë që nga një ditë, edhe këtu fërnerë, është që pak e zymë, ndoshta humorim, moodim reflektohet. Edhe kur pash me një parë, më erdhi për qartë të drejtën, por e kam thënë në shqiptarët kemi lidhë për imigrim. Por shikoj Zotit, siç thash, jemi afër. Kemi mundësi të vizitojmë njëri tjetrin, shpesh ata mua, unë ata. Dhe si dihet kur jeta ku në qonë. Zoti shalla na dhënë një jetë të gjatë, edhe do kur jem plot aventura i gjëra këja. Për sonte nuk do regjistroj më, do kaloj thjesht moment të familja, do jemi gjithë tek shtëpia prindërve të mi, dhe normalisht do marrë edhe ditën time të parë në Angli. Dhe kështu. Ja, princesha. Mej, do të marri malli për mua. O Mej, po bëjnë qik si kur do të marri malli për mua. O Mej, Mej, Mej. I interesoj vetëm kur do të haj edhe do të flej gjuma për meja. Mej. Shëndeti njerëzit. Jam në aeroport, sot nisëm dhe nuk besoj se kam e lot për qartë. Qave mamin, me babi, me vlaj. Qava kur pas shpi për e fundit, dhe për qartë tani. Dhe qava ja zëkëni shumë të ka përka Xhulia dhe arboj. E njerëz, që kemi, qa bëni. Okej, këtu e përshëndes nga shtëpia ime në Angli. Ka shumë për të bërë këtu dhe mezi po pres, i thash edhe bashkëshorti, thash mezi po pres, thash dhe të merre me shtëpinë, thash të vlogoj, të jetë çdo gjë një aventurë e re që do ta kaloj dhe me ju. Unë erdha dje. A
Akoma jam pak kështu si në ajër, normalisht është thjesht 24 orë që kam ardhur. Sot mëngjes qava goxha, sepse dje isha akoma kështu adrenalinë e gjëra, po sot mëngjes qava tash. Tu është vetëm fshi për momenti, nuk e dia jam unë, nuk e dia është zona ku jam unë. Për bie shumë fshi. Edhe kam nxjerr xhupin. U mërzita, fillova do thoni jo çapati. Fillova çaj se po nxjerra rroba dhe thash ke li të vesh këtë. Tha je ke parkoni? Jo, thash. Shikojnë që këta. Oh, mos tash rroba dim. Normalisht mëngjesin e nisa duke marrë pak arbe në telefon, duke qenë se është Fis Bajrami, ju uroj të gjithëve gëzuar, arti begat, qoftë si të gjithë të bekuar dhe të lumtur. Unë normalisht i fola me njerëzit e mi, bëra urimet dhe do jetë interesante ky rrugtim i ri midis meje dhe Xhulit, dy siç kam thënë edhe më parë, dy motra në distancë, dy realitete që në pikpamje janë të ndryshme, po të shohim, ndoshta si përfundojmë së bëri të njëjtën jetë. Dhe normalisht e di që jeni dhe kurioz, i kam lexuar gjithë mesazhet e juaja dje, më thoshte Xhulia, edhe ju falenderoj shumë për fjalët, për urimet. Jeni kurioz, por edhe unë jam kurioze të shoh ku do më çojë jeta, si do e nis, ku do nis punë, gjërat, shumë gjëra për të bërë. Jam kurioze të shoh vloget e Xhuliës, si e ka përjetuar, sa më tha do shikosh, do flas për ty tha në një video, se siç e kemi thënë ne birqapët jemi çik kështu, nuk e se themi, nuk shprehim ndjenjat. Edhe qava kur u takova me familjarët e mi dje, qava goxha, qava shumë. Xhulin me Arbin e takova një natë para sepse i kam gjes herët. Qava, kur takova Arbin, ai thjesht donte tik të fytej makinë ndërkohë në Selia. Por jetë e re, jeta na çon këta, e kam thënë ne shqiptarët jemi popull i migrus, kështu që automatikisht gjithë besoj ma kuptonin ndjesinë, nuk jam e vetmja dhe nuk jam e re, ndoshta mund të jem edhe ndër të fundit që po e përjeton këtë gjë. Jam edhe kurioze që thash, shoh edhe Xhulia tani si do e, se për të mirë për keq ishim gjithmonë te njëra tjetra, edhe një plan i saj ndikonte ditën time, një plan im ndikonte ditën asaj, kështu që do shoh tani si do jetë, si do e përballojmë edhe distancën, sepse është distancë, ishte 2 orë 20 me avion njerëz. Isha me dalë në avion, thash, o zot, nuk po më rrije, se jam mësuar me Shqipëri 1 orë 20, edhe kështu që kjo është thjesht një pjesë e shtëpisë time, është kuzhina. Është pak kromuj, se akoma nuk i kam hapur valizhet. Thjesht sa mora 2 gjëra, janë të 5 valizhet hapur në një dhomë atje, dhe kaq. Shpresoj të qëndroni me ne dhe të shtoheni sa më shumë në këtë rrugtim të ri të Xhenit dhe Xhulit, dy binjakëve, me rrugtime të ndryshme për momentin, jetës nuk e dihet ku na çon, edhe shihemi në vlogun e radhës. Paqim!